Aksi hekurudhor Rogozhin-Pogradec, pjesë e korridorit 8, është në fazën e përgatitjes së projektit të detajuar, teksa vlerësimet paraprake tregojnë se kosto për rehabilitimin e tij shkon në mbi 500 milionë euro. Detajet janë bërë me dije nga zëvendës ministre e infrastrukturës dhe energjisë Enkelejda Muçaj, gjatë diskutimit të marrëveshjes së Huas për fazën e parë të kësaj linje nga Durrësi në Rogozhin. Për Rogozhin-Qafsan, parashikimi, pasi jemi në parashikimet të nderuar në lidhje me, pra është duke përgatitur për projekti paraprak lidhje me atë projekt, mund të shkojë mbi 500 deri tani mbi 500 milionë euro. Po flasim për korridorin 8 pan-europian që do të lidhë Europën nëpërmjet Shqipërisë me detin e Zi. Dhe për sa i përket alternativave të tjera, ne jemi në bashkëpunim të plot me autoritetet e Maqedonisë Veriut të nderuar. Dhe normalisht ka një progres të mirë nga ana e tyre, nuk kanë lëvizur deri më tani perspektivën e ndërlidhjes direkte ndërmjet Shqipërisë dhe bregut lindor të Bullgarisë në detin e Zi. Projekti detajuar për segmentin 120.3 km Rogozhin-Pogradec financohet nga një grant i Kornizës së Investimeve të Ballkanit Perëndimor, ndërsa pritet të përfundojë në mars të vitit 2027. Ndërkaq, sikurse ka bërë me dije më herët Hekurudha shqiptare, për rehabilitimin do vijohet me aplikimin për grant dhe më pas me marrëveshjet e kredive me Bankën Evropiane të Investimeve dhe Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Kjo strukturë financimi është ndjekur dhe me aksin tjetër hekurudhor të korridorit 8 Durrës-Rogozhin. Për këtë segment që ka një gjatësi prej 33.5 km, tashmë marrëveshjet e kredive dhe grantit janë miratuar në komisionet parlamentare. Më konkretisht, për realizimin e projektit me vlerë 120.5 milionë euro, do akordohet një grant prej 60.5 milionë euro nga Bashkimi Evropian, si dhe 2 kredi nga 30 milionë euro nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Banka Evropiane e Investimeve.